është një 10 vjeçar fatal, është një 10 vjeçar lufte. Dhe në kohëra lufte, vullneti individual nuk ka shumë vend. Kur vjen Gjermani të zë shtëpinë të pushton, ç'a do bësh? Këto janë fate kolektive. Ndërkohë njeriu kapet me thonje me dhëmë mbas jetës të tij. Përpiqet të mbetet njëri, përpiqet ta ruajë atë njerëzillokun e vet, atë hapësirën e vet. E vëre që edhe në mes të luftës dhe në mes të tmerrit më të madh në Auschwitz kishte hapësira që njerëzit përpiqeshin të ruanin normale. Kur kalon koha e diçkaje, koha e një brezi, koha e një stili, kalon, ikën dhe ngelet një vakum. Dhe pastaj e zë diçka tjetër që vjen, diçka e re. Nuk i gjetën gjuhën e rinis, nuk ja gjetën gjuhën, flisin një gjuhë të vjetër. Dhe koha e re, ideali komunist ishte fare tjetër gjuhë. Ajo detyra që i vë Jati që i thot, ti do ta bësh këtë gjë se unë se bëj dot. Ai e ka bërë vërtet. E ka bërë vërtet. I mori të gjithë, se ai u bë pastaj sigurisht kryetari i komunitetit. Dhe i mori, i shpëtoi të gjithë, ai dhe vajza e tij dhe familja e tij. Ai e bëri, e kreu misionin e Mojsiut. Është një histori që mund të tregohet më vonë, për momentin nuk e kam të plan. Do flasim për librin tuaj më të fundit, Dielli në mërgim. Po para se të hyjmë tek libri, jam kurioz të di në fillim si rat në gjurmët e familjes Jakoel dhe jam kurioz gjithashtu edhe për Josefin, çfarë ju tërhoqi fillimisht tek ai që vendosët që përmes tij duhet treguar historia që është në libër që është praktikisht dhe historia e Shqipërisë në periudhën e luftës së dytë botërore. Ideja që duhet shkruar diçka për këtë fenomen është më e vjetër. Lindi nga vitet 90 kur e dëgjova këtë histori për herë të parë. Gjatë kohës së regjimit të vjetër se kisha dëgjuar ndonjëherë këtë histori. Ndoshta kishte njerëz që e dinin, por unë nuk e kisha dëgjuar. Dhe kjo temë u hap menjëherë mbasi u hap Shqipëria. Dhe unë isha një familje të cilët kishin mbajtur hebrejnë gjatë luftës. Dhe ata hebrejnë, sa po u hapun kufit, punë e parë që bën, e kishin si thua në fokus Shqipërinë, dhe sa po dëgjuan që u hap, erdhën menjëherë. Erdhën për të thënë faleminderit, erdhën për të ndihmuar në fakt. Erdhën për të, si thua, për ta kthyer favorin. Erdhën për ta reciprokuar favorin. Kështu që dhe unë kam qenë aty, se kjo ishte në familje, dhe që atëherë kam thënë, ishte një gjë shumë prekse, ishte një gjë që shkonte shumë thellë, që ajo minjohja atyre ishte një gjë që më kalon mbres. Dhe që atëherë, ishte viti 92, 92 ka qenë, po. Dhe 10 vjet më vonë, ka qenë 10 vjet më vonë, që mbarova atë që kisha në përduar, ato gjërat e tjera kisha, bëja doktoratën, kisha punë të tjera, kisha ikur në Gjermani ndërkaq. Thash, tani ka ardhur momenti. Dhe erdha në Shqipëri dhe fillova të kërkoj. E di që ishin në Vlorë, që Vlora kishte një komunitet hebre, më i madhi në Shqipëri, këtë isha dëgjuar. Shkuam me prindrit, shkuam në Vlorë, dhe dolëm aty. I mat ka pas familje në Vlorë, e di pak a shumë Vlorë, kështu që ju afrohem pak a shumë asaj lagjes e brejnëve. S'po i gjenim dot. Atëherë unë pyeta disa zotërinj që ishin ulur te kafeneja. Thash, ku është? Më thanë, ja ku është. Ja ku është dhe tabela ishte ndërkaq për bronzi. Dhe më thanë ka dy rrugëve u kemi vënë emrat e dy antarëve të nderuar të komunitetit hebre, që janë Pepe Levi dhe Mateo Matathia. E kjo është shtëpia e Mateos, ishte shtëpia, më thanë. E ma treguar një vile bukur, palazzo, venecian, nga stili. Unë bëra ca foto, pastaj u ktheva në Tiranë dhe thash, që janë këta të dy, ku t'i gjej, si t'i gjej? Dhe dikush më lidhi me Felicita Jakoelin, që është vajza e Josef Jakoelit. I dërgova, sepse ata kanë ikur të gjithë, sigurisht në 90-ën, ata i gjithë komunitetin, si blok, u arratisën, përpara se të binte regjimi, ende. Ka qenë vera e 90-s, vjeshta e 90-s, që është një histori më vete gjithashtu. Si historia biblike e Mojsiut, që i mori dhe i shpëtoi, i hoqi nga Egjipti, i çoi në tokën e premtuar. Të njëjtën gjë ka bërë dhe Josef Jakoeli, po siç thash, kjo është pjesa tjetër e historisë. U lidha me Felicita dhe tha, Ani, jam shumë e prekur, ti po bën një roman për
historinë e familjes time. Sepse Mateo Matathia është daja i Timeti, kurse Pepi Levi është kushëriri i Timeti. Dhe aty, si thua, u vendos çdo gjë ndërkaq, sepse unë gjeta burimin. E dija që doja ta bëja, po ende nuk e kisha këtë pyetjen që mbët që çfarë strukture. Ku është ajo, ku mora i vendimi që kjo histori të tregohet nga perspektiva e Josef Jakoeli. Pastaj duke u lidhur me Felicitën, u hapën pastaj gjitha rrugët. Doli që ajo kishte shkruar një libër me gjithë Tiatin. Dhe Jati kishte shkruar kujtime, kishte mbledhur material për historinë e hebrejve në Shqipëri. Josefi kishte bërë goxha punë mbledhse dhe edhe vetë kishte shkruar me dorë. Me dorë shkrim, ishte shumë e bukur. Dhe Felicita çfarë kishte mi dha të gjitha. Dhe aty thash vendimi u mor vetë, si thuash. Fillova të lexoj shkrimet e Josefit dhe u mahnita. Thash çfarë njeriu i thellë që i ka shkruar këto në vitet 80, në kohën më të errët, në kohën më të verbër të Shqipërisë. Dhe ai me një qartësi, që vjen nga një kohë tjetër, që është diçka e përjetshme, që është ajo mençuria, që është ajo mençuria jetësore e vjetër e hebrejve. Kuptoj më njëherë që kjo është mira vjeçare. Dhe aty u mor vendimi vet. Thash, ky njeri është kaq interesant si karakter. Ka shkruar kaq shumë gjëra, më ka dhënë kaq shumë, e ka bërë gati për mua, si thosh, ishte një lloj dhurate. Unë ju kam ndjekur në 2 intervista që keni dhënë kur promovuat librin dhe keni përmendur që ju ka marrë afërsisht 15 vite për të shkruar, rreth 3-4 vite ulëmtim dhe pothuajse një dekadë për të shkruar. Mund të ndani diçka nga ky proces? Unë jam historiane, Po. Por nga studimet, kam studiuar për histori. Dhe sigurisht që për mua historia dhe saktësia historike është jashtëzakonisht. Është gjëja kryesore. Unë aty nuk bëj dot kompromise, është e pamundur, është ndërgjegje shkencëtare, ndërgjegje e historianit. Kështu që çdo gjë e filloj duke i hulumtuar gjërat sa më saktë, sa më thellë që të jetë mundur. Punë historiani. Pastaj, kur i kam mbledhur të gjitha dhe historiani është kënaqur, mendja ajo gjysma e trurit historiane, është e kënaqur me cilësinë e gjetjes. I ka gjetur ato kazualitetet, ato shkaku dhe efekti, shkaku dhe pasoja, ato zinxhirët janë në rregull të gjithë, nuk ka vrima. Atëherë duhet ta braktis historianin. Dhe atëherë duhet filloj letërsia. Sepse nuk po shkruaj tekst historik, po shkruaj një tekst letrar. Dhe letërsia ka shumë nivele të tjera, ka shumë nivele psikologjike, po edhe njerëzore, marrëdhënie njerëzore, gjitha këto gjëra. Çdo gjë njerëzore është pastaj pjesa e historisë. E letërsisë. Po. Romani fillon me një skenë që është gati gjysmë reale, gjysmë në ëndër. Josefi sapo ka dalë nga kampi internimi në Korinth. Është fillimisht në tren duke udhëtuar drejt veriut të Greqisë, e zë gjumi për shkak të lodhjes, për shkak të drobitjes dhe kur zgjohet e gjen veten në barkun e një anije. Ai ka qenë i internuar, nuk është i internuar si hebre, por për shkak të faktit se ka një pasaportë shqiptare dhe jemi në fillim të luftës italo-greke kur Shqipëria bashkoi kurorën me Italinë dhe konsiderohej pjesë e Italisë fashiste. Dhe Josefi dyshohet si profashist. Çfarë ju tërhoqe që të zgjidhnit një identitet kaq të shtresuar, me kaq shumë shtresa? Pra Josefi është hebre, është grek, është shqiptar. Të gjitha identitetet e hebrejve, identiteti i çdo hebreu që nuk jeton në Izrael, madje edhe atyre që jetojnë në Izrael, ka shumë shtresa. Të paktën 2 a 3, po mund të ketë edhe 20 ose 30, sa më thellë që shkon. Sepse është një popull që ka jetuar në mërgim që ka 2000 vjet, që nga shkatërrimi i tempullit të dytë. Prandaj hebreu nuk është kur vetëm hebreu, është gjithmonë dhe diçka tjetër, është sepse merr identitetin e vendit ku jeton, të popullit ku jeton. Kështu që sidoqoftë unë po të merrja një personazh hebre, ai do ishte i shtresëzuar, sepse ashtu janë të gjithë. Por romanin e kam filluar në këtë pikë, thjesht duke u nisur nga biografia e tij. Kjo është histori e vërtetë. Dhe këtë historinë e mërgeshave, kjo është një legjendë e familjes, domethënë është një familja e qarkullon. Dhe këtë desha ta fus që në fillim fare, sepse është një moment, është një episod që e jep me njëherë të gjithë
gjithë dilemën e këtij njeriu, të gjitha menjëherë të gjithë identitetin e tij që është kaq kompleks. Sepse të krijohet ndjesia, domethënë edhe pasi ai vjen në Shqipëri, të krijohet ndjesia që ai është një njerëz që ndihet i huaj në një farë mënyrë, jo vetëm në vendin ku ka ardhur, por edhe në çdo dhomë ku hyn, në çdo mjedis ku hyn, aq sa është i mirëpritur, aq sa është i afërt me njerëzit që e rrethojnë, të krijohet ndjesia që nuk ndihet rehat, pra një lloj ndjesie mungesës së përkatësisë. Është Jozefi dikush që e kërkon vazhdimisht përkatësinë, apo një njerëz që e kupton gradualisht se ndoshta për atë përkatësia nuk do ekzistojë asnjëherë, do jetë gjithmonë të gjitha këto gjëra. Kjo është në mos një nga pyetja qendrore kryesore e librit. Pyetja më në zemër të librit, kjo është që ky vjen e ka pasur jetën të tillë që është dhe vlonjat, është dhe hebre, ka lindur në Janin, që 9 vjeç e kanë çuar në Korfuz që të mësoj gjëra nga murgjit katolik. Pastaj kthehet pa plan, kthehet sepse filloi lufta dhe nuk donte të kthehej, donte të vazhdonte rrugën e tij, donte të bëjë njëri i ditur. Kështu që e ka pas të copëzuar fëmijërinë dhe rinin. Dhe ndjenja e përkatësisë është diçka delikate, që kputet dhe thyet lehtë për të gjithë njerëzit e rinj, për fëmijët, për rinin. Është shumë e lehtë t'ia kputësh identitetin një fëmije, t'ia kputësh ndjenjën e përkatësisë. Kështu që ai ka vërtet, ai është hebre, vlonjat, pra flet shqip, po flet dhe greqisht sepse hebrejt kanë ardhur nga familja e tij ka ardhur nga Greqia. Është rritur me murgjit italian, pra edhe italishtën e ka një gjuhë të tretë të nënës. Pra, ashtu i ka ardhur jeta, dhe kjo ishte një biografi pak a shumë e zakonshme midis hebrejve të Vlorës dhe hebrejve të ballkanik. Ato lëvizjet që bëheshin brenda Perëndërisë Otomane, e cila ishte përbërë nga shumë popull. Dhe kështu ishte. Shqiptar në Stamboll, po babai nga këtej, nëna nga këtej, pastaj kemi ardhur nga këtej dhe nuk e harrojmë historinë e familjes dhe e kemi ruajtur gjuhën, po njëkohësisht jemi edhe këtu vendas, po të parët fare kanë ardhur nga Judea, etj. Backgroundi i Jozefit mbar gjithashtu edhe një dimension klasor, dhe ka prap një lloj tensioni te kjo, sepse ai vjen nga një familje relativisht e privilegjuar, sepse është familje e pasur tregtare në Vlorë. Megjithatë ai vetë duket i tërhequr nga idetë e majta që kishin lindur në Europë dhe po fillonin të qarkullonin dhe në Shqipëri në atë kohë. Si u qasët kësaj kontradikte tjetër të tij? Domethënë ai në një farë mënyrë përfiton nga një botë, pra nga bota e tregtarëve të pasur, dhe ngacmohet shpirtërisht nga një botë tjetër, nga këto idetë e majta për barazi, për drejtësi. Kjo shpjegohet me rrymat e kohës. Rinia ishte entuziazmuar ndaj idesë komuniste, sepse ishte një ide shumë e bukur. Ideja ishte hyjnore. Dhe ai ashtu fillon. Kush është ai djalosh normal, me zemrën plot me optimizëm, me hovin e rinisë, që nuk dëshiron drejtësi për gjithë botën, që nuk dëshiron të zhduket varfëria, sepse ishte një kohë që kishte një varfëri rrënqethse. Sot nuk ka më të tillë. Këte nga anët tona, ka në vende më të largta të botës, po jo më këtu ke ne, po kishte varfëri të tmerrshme, varfëri që njerëzit hanin vetëm bukë misri në disa zona, që ajo ta kput shpirtin kur je njeri normal, kur je i ri, që do t'i shpëtosh, do t'a shërosh botën, do t'a ndrejshësh botën. Dhe pa drejtësit janë shumë revoltuese. Prandaj, por ai nuk e tradhtoi kur familjen, sepse familja e tij nuk ishte shfrytëzuese. Fillimet kishin qenë shumë të vështira, ishin burra punëtor, ishin burra që i shtroheshin punës, nuk kishin asgjë su kishte rënë në prerë. Kështu që kështu shpjegohet kjo që ai nuk e kishte vërtet kontradikt. Ai donte të ta ndrejshte botën, si gjithë rinia, por jo duke ju kthyer kundër familjes, për të cilën ka respekt të thellë. Ju keni kaluar shumë vite duke hulumtuar për këtë libër. Megjithatë ndjesia që pata gjatë kohës që e lexoja nuk ishte thjesht ajo e rindërtimit të fakteve, po diçka e të jetuar, pra një lloj atmosfere, dhe jam kurioz si ka ndodhur ky kalimi, si keni arritur ta bëni këtë kalimin nga studimi dhe mbledhja e fakteve tek ndërtimi i atmosferës, i jetës shoqërore, se
gjë tjetër që mungon ndoshta në mënyrën se si shkruhet historia shqiptare është që është e përqendruar gjithmonë tek udhëheqësit dhe nuk kemi as pothuajse fare të dhëna ose informacion se si ka qenë jeta e njerëzve në përgjithësi, jeta e përditshme e tyre. Të njëjtin konstatim kam bërë dhe unë dhe më ka munguar gjithmonë. Kam qenë gjithmonë shumë kurioze. Këto muzeu arkeologjik për shembull ishte për mua mahnitës sepse kishte poçe, kishte shtretër, kishte si jetonin njerëzit, si ishte jeta e tyre e përditshme. Ç'a hanin, çfarë si banonin, si i kishin martesat, si i kishin marrëdhëniet prindrit me fëmijët, të gjitha këto. Si ishte dashuria, a kishte dashuri, si ishte miqësia, çfarë etj. Të gjitha këto elemente që përbëjnë njeriu. Ato gjithmonë kanë munguar. E kjo është arsyeja pse e lash historinë dhe e lash botën akademike për të bërë shkrimtare, sepse kjo më ka munguar. Dhe thash do ketë një mënyrë për t'i bashkuar këto, për ta bërë tablon të plot, për ta plotësuar, për ta bërë komplete. Dhe është e vërtetë që është një gjë e vështirë, është një hap i vështirë, sepse njëra gjysmë e trurit që është strukturuar dhe tjetra që është poetike, si thua, janë shumë të ndryshme nga njëra tjetra dhe janë në tension me njëra tjetrën, se historiani thotë mos ma lëviz atë, kurse poeti thotë më mbyte, nuk më lë të fluturoj, po kështu që është me të vërtetë është një gjithkohës tërhiq një anë, njëherë tjetra anë, dhe më ka lodhur të them drejtën. Më ka lodhur, sidomos kapitujt e parë, derisa pastaj e gjeta formulën, e gjeta procesin, se si ato hapat e procesit që njerë po knaq këtë pjesë të trurit, pastaj duhet i kthehem kësaj, pastaj prap kësaj e ta pyes u knaqet tani dhe pastaj gjithkohës midis letërsisë dhe historisë, duke negociuar mes tyre. Është shumë interesante mënyra se si romani trajton kohën dhe aksionin. Gjatë kohës që e lexoja kisha ndjesinë që nuk janë personazhet që i shtyn përpara ngjarjet, po janë ngjarjet që u ndodhin personazheve. Pra ata lëvizin nga një takim në një fest, në plazh, ka një kapitull shumë të bukur në plazh në Himar, në mos gaboj. Në të njëjtën kohë që rreth rrotull tyre po ndodh një luftë globale, një luftë botërore. Jam kurioz çfarë ju tërhoqi që ta rrëfenit luftën, të rrëfenit një luftë që është e pranishme, po nuk është gjithmonë qendrore në mënyrën se si njerëzit jetojnë jetën e tyre. Është një 10 vjeçar fatal, është një 10 vjeçar lufte. Dhe kur në kohëra lufte, vullneti individual nuk ka shumë vend, nuk ka hapësirë, nuk ngreh pesh. Vullneti individual kur vjen gjermani të zë shtëpinë, të pushton, ç'a do bësh? Këto janë fate kolektive. Janë gjëra që ndodhin vërtet mbi kokën tënde, mbi kryet e një kombi të tërë. Pra, kjo është e vërtetë. Ndërkohë njeriu kapet me thonje me dhëm mbas jetës tij. Përpiqet të mbetet njeri, përpiqet ta ruaj atë njerëzillëkun e vet, atë hapësirën e vet, miqësirat jetën normale me një këmbgulje të jashtëzakonshme që e vërej që edhe në mes të luftës dhe në mes të tmerrit më të madh, në Auschwitz kishte hapësira që njerëzit përpiqeshin të ruanin normale. Kështu është njeriu. Është parimi i mbijetesës, është ai instinkti i mbijetesës. Kështu që sidomos hebrejt janë mjeshtër të kësaj, sepse jeta e tyre është gjithmonë e varur nga ngjarjet jashtme mbi të cilat nuk ka ndikim. Kështu që hebreu është artist i mbijetesës. Ky është sigurisht një roman historik, megjithatë është e pamundur të mos mendojmë dhe për të tashmen gjatë kohës që e lexojmë, sidomos kur jetojmë në një tjetër kohë luftrash që duket sikur çdo javë fillon nga një luftë e re në një cep të botës. Dhe ajo që të bën përshtypje është që shumica e njerëzve jetojnë ashtu si Jozefi dhe familja e tij dhe personazhet në libër, shumica e njerëzve edhe sot jetojnë në një farë mënyrë të distancuar nga lufta. Jam kurioz si e shihni këtë marrëdhënie midis ngjarjeve madhore dhe jetës së përditshme, qoftë për periudhën që bën fjalë libri, po qoftë edhe sot. Që ajo kërkon një reziliencë, kërkon një fuqi të brendshme, kërkon një stabilitet të brendshëm për të realizuar. Nuk besoj që ka nevojë për justifikim, si thua, pse kërkon njeriu ta lër jashtë luftën, të mos shikoj atje, ta shmangi, thjesht ta injoroj, no?
Kjo është pjesa e asaj që thash, është instinkti mbijetesës. Njeriu e ruan jetën e vet sa mundet. Kështu që nuk ka nevojë për justifikim kjo gjë. Se si bëhet kjo pastaj? Këtu është pyetja më interesante. Se edhe shqiptarët këtë bënin, edhe shqiptarët e ruajtën. Mes luftës bëshin dasma, njerëzit hynin dilnin, bënin dreka darka, vazhdonte jeta. Shkonin në punë, deri në fund fare, derisa nuk bëjmë, derisa u zun rrugët. Derisa u mbushën rrugët me postobloqe dhe nuk bëjmë as biznes as gjë. Te hebrejt është çfarë mban ata. Kjo është gjëja më interesante për mua, është të qenit hebraizmi, është ato rrënjët janë aq thella dhe në fundit identiteti kaq i copëzuar i Josef Jakoelit, në fundit mbas një peripecie kaq të gjatë aty del. Në fundit të rrënjët e tij hebraike që janë 2000 vjeçare. Kështu që këtë ka hebreu. Çfarë e mban hebreun është familja, historia, feja, kujtimi, kujtesa. Ato festat nuk janë kot, nuk janë për qef. Ato janë kujtim, rikujtim, rikonfirmim i identitetit. Çdo 3 javë, çdo 3 muaj, se janë shumë të shpeshta. Dhe 5 herë në vit janë festat e mëdha etj. Pikërisht kur gjërat duket sikur po zinin vend në një farë mënyrë gjatë periudhës së pushtimit italian, ai sa mund të zonë vend në luftë, Italia kapitullon dhe në rrëfim në roman kjo ndodh, domethënë, si një lloj prerje e menjëhershme, domethënë ka fillon me një bombardim në momentin që vinë gjermanët. Dhe përveç kësaj pike thyrje të madhe që ndodh, domethënë, nga një pushtues tek një tjetër, dhe një prej miqve të Josefit, Adriani, befas afrohet ose kthehet në një lloj aleati të gjermanëve. Çfarë i shkakton psikologjikisht Josefit, domethënë, përjetimi i ndryshimit kaq të madh? Jo vetëm në aspektin publik, që tani duhet jetë më i ruajtur, më i kujdesshëm se sa ishte me italianët, po edhe humbja e një miku, e një njeriu të afërt. Këtë kthimin e Adrianit që bëri, që ktheu fletën, si thua, u bë tradhtar në fundit. Këtë janë përpjekur ta ndërtoj që përpara, që ai jep shenja të tilla, është narcist. Ai është tipi narcistit. Dhe ai e shikon botën nga një kënd vështrim i deformuar, që është ai i narcistit. Ai është narcist klasik. Janë përpjekur të paktën ashtu ta definoj. Dhe në fundit ai pastaj ndjek një logjik të vetën dhe Josefi që përpara, sepse Adriani del në konflikt me Zahon, që është miku i vërtet i Josefit. Dhe që aty ka filluar kjo thyrja, që aty e kam dhënë një gong, që këtu po ndodh diçka, që njëri ka marrë një drejtim, kurse tjetri po merr një drejtim fare tjetër. E kam përgatitur atë, dhe pastaj vjen momenti që ndodh vërtet, që Adriani bëhet ministër i qeverisë, së kolaboracion, dhe si thua, këtu ndërhyn ajo forca madhore, dhe njëri bëhet refugjat në vend vet, tjetri shkon me nazistët. Kështu që pikërisht ai momenti që iku Italia, se Italia përpiqet të jepte një farë ide që jemi vend normal, filloi një histori e re, tani jemi një kuror, etj. Me ikjen e italianëve erdhi thjesht një forcë ushtarake, pushtuese, asgjë tjetër. Erdhi një brutalitet. Dhe ai teatri dhe ajo maskara komplet. Pra nuk ishte fare, gjermanët as nuk denjuan fare të bëjnë sikur. Kështu që besoj që ai është një moment i këputjeje për gjithë Shqipërinë. Çdo gjë, si thua, u provua, ishte si prova e zjarrit, andej apo këtej. Dhe prandaj Josefi kishte halle më të mëdha në atë moment. Dhe humbja e një miku ishte një pjesë e një tabloje shkatërrimi më të madhe, gjigande, madhore. Duket sikur është në një farë mënyrë momenti kur lufta bëhet më e vërtet dhe për atë vetë. Pikërisht. Gjatë kësaj periudhe të pushtimit gjerman, Josefi përjeton dhe një lloj kontradikte tjetër të rëndësishme. Një pjesë e njerëzve që i ndihmuan hebrejnë, përfshi dhe familjen e Josefit, dhe i strahuan gjatë luftës, i përkisnin këtyre rretheve, po themi, të vjetra fisnike shqiptare, me sensin e fortë të nderit, të kanonit, të mbrojtjes, së më të dobtit. Dhe në të njëjtën kohë, një pjesë e tyre
bën dhe aleat të gjermanëve. Dhe ndonjëherë është diçka që më mundon dhe mua vetë kur lexoj për historinë, domethënë përpiqem ta kuptoj se si njerëz që ishin të shkolluar, ishin nacionalist, ishin një pjesë e mirë e tyre ishin baballarë themelues të shtetit pavarur shqiptar. Si ndodhi kjo, domethënë ky kalimi nga nacionalist, domethënë njerëz që e donin shumë vendin e tyre, në aleat ose bashkëpunëtor të nazistëve. Ju në libër e quani fati keq dhe i pamerituar i tyre. Domethënë dhe kjo të lë të kuptosh që nuk ishin shumë kontroll mbi këtë gjë, nuk e di. Po, sigurisht që disa ishin vërtet kolaboratorë të vërtet, u bën për inat të armiqve që kishin brëndsh, për inat të armiqve personale, armiqve të familjes, u bën me Gjermanë. Kishte vërtet, taftar të vërtet, ka kudo. Po jo shumica. Shumica e atyre që vazhduan të bënin politik edhe nën pushtimin gjerman, vërtet ishin aty nga bindja, dhe këtë e di sepse kam lexuar, jam futur në për arkiva, nga bindja që nëse ikim ne, kushto kujdeset për këtë vend, duke u përpjekur të ruajmë sa të jetë e mundur, të ruajmë njerëzit, të shikojmë që të ruajmë hebrejt, midis tjerave, të ruajmë Shqipërinë. Po ikëm ne, kush do ta administroj? Pra, shumica e kishin vërtet nga patriotizmi. Dhe komunistët më vonë nuk bën më dallim, i zhdukën, i vranë të gjithë. Po, që ishte një gjë tepër tragjike, sepse ata që s'kishin bërë krime dhe ndënjën për arsye patriotike. Nuk mund t'i fusësh këta në një thes me tradhtarët e vërtet që pa dyshim kanë ekzistuar spione, çfarë duhet, kishte sigurisht si ka kudo. Dhe pikërisht në këtë moment është një pasazh ku Jozefi është i pagjumë, përpiqet të kuptoj pse këta burra fisnik, siç i quajnë ai, të cilët i respekton së tepërmi, përse nuk ishin në gjendje ta bënin për vetë rinin shqiptar, domethënë rinia që duket se kishte përqafuar idealet e majta komuniste. Jam kurioz, domethënë pas gjithë hulumtimeve tuaja, si mendoni që pse këta burra fisnik, domethënë këta njerëz kaq të rëndësishëm, nuk arritën ta bënin realisht për vetë rinin shqiptarit, ata ishin në krahun e tyre në luftë. Kjo është një nga pyetjet, një nga misteret, që edhe aty jam menduar shumë gjatë, dhe nëse nuk kam dhënë një përgjigje shumë të qartë në libër, kjo sepse nuk e kam gjetur. Nuk e di. Kam disa teori, si thua, kam disa supozime. Kur kalon koha e diçkaje, koha e një brezi, koha e një stili, koha e disa vlerave, kalon, ikën, dhe ngelet një vakum. Dhe pastaj e zë diçka tjetër që vjen, diçka e re. Nuk i gjetën gjuhën e rinis, nuk ja gjetën gjuhën, flisnin një gjuhë të vjetër, flisnin një gjuhë të përjetshme, si thuash. Dhe koha e re, ideali komunist ishte fare tjetër gjuhë. Ishte tjetër logjik. Ndoshta duhet të ishin dorë nga disa duhet të ishin dorë nga disa privilegje, duhet të ishin dorë nga një farë pushteti. Është një gjë e vështirë. Nuk arritën të heqin dorë dhe u rrëzuan përfundimisht, u rrëzuan krejtësisht. Ishte vërtet, kohët ndryshuan, sidomos rinia kishte të tjera kërkesa, kishte të tjera pretendime për jetën, që nuk ekzistonin më përpara, dhe këto i sjell koha, këto i sjell zhvillimi teknologjik, këto i sjell shembulli i popujve rreth e përqark, dhe Shqipëria e vjetër nuk e kapi dot këtë gjuhë. Ndoshta është e pamundur, se këtë them dhe në libër, që ndoshta kërkojmë tepër prej tyre, që të ka përcejnë, si thua, nga mesjeta osmane në modernën, në kohën moderne. Një pyetje të fundit, tani që libri ka një farë kohë që ka përfunduar, nëse i ktheheni për një çast asaj skenës në fillim të Jozefit në udhëtimin drejt Shqipërisë, çfarë shihni ndryshe sot nga ajo që shihni 15 vite më parë kur filluat të punonit për të libër? 15 vjet më parë, ashtu si edhe Jozefi, unë nuk e dija se cili është destinacioni ti final. Nuk e dija, e kam mësuar bashkë me të. Dhe më në fund, kur doli si thuash doli ajo motoja qendrore e gjithë librit, që si jam asgjë tjetër përveç se hebre, dhe paraardhësit e mi janë Davidi dhe Mojsiu, atëherë ishte si thuash sikur u mbyll një rreth.
që ky e gjeti më në fund për katësin. Po erdhi në Shqipëri krejt i humbur, krejt i trembur, i humbur, nuk dinte se ç'do bëje me jetën e tij dhe më në fund e gjen rrugën. Është mbyllja e një cikli. Dhe mund të themi që është një personazh i kompletuar, i përfunduar. Apo ka akoma gjëra që janë të pasgjidhura? Unë jam përpjekur që kur lexuesi ta mbaroj këtë libër dhe të ketë lexuar dhe 5 rrjeshtat e fundit, të ketë ndjesinë që historia u mbyll, që cikli u mbyll. Sigurisht që ai jetoi gjithë komunizmin, jetoi dhe rënien e komunizmit, e mori gjithë bashkësinë, ajo detyra që i vë Jati që i thotë, ti do ta bësh këtë gjë se unë se bëj dot. Ai e ka bërë vërtet. E ka bërë vërtet. I mori të gjithë, se ai u bë pastaj sigurisht kryetari i komunitetit. Dhe i mori, i shpëtoi të gjithë, ai dhe vajza e tij dhe familja e tij. Ai e bëri, e kreu misionin e Mojsiut. Është një histori që mund të tregohet më vonë, për momentin nuk e kam të plan. Në një pyetje të fundit fare, keni një libër tjetër ose një ide tjetër që jeni duke punuar apo? Po, gjithmonë, nuk jam kur pa ide. Ideja është refugjoja ime e përjetshme. Çfarë mund të jetë pak a shumë? Unë si historiane kam ato periudhat kyçe të historisë së Shqipërisë, ato më interesojnë. Dhe tani jam duke shkuar në mbrapsht në kohë, në një periudhë tjetër kyçe, që ishte momenti kur Skënderbeu ra. Kur ra qendresa e shqiptarëve ndaj turqëve. Dhe çu bë pastaj. Kjo është historia. Në shekulli 16. Jam shumë kurioz për ta lexuar. Shumë faleminderit tani. Faleminderit dhe juve. Ky podcast mbështetet nga Abi Bank.